Kreu i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Fetau ka pritur në takim zyrtar në Shkup kreun e kryesisë së çështjeve fetare të Turqisë, Safi Arpaush. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame falemderoi Dianetin, po edhe shtetin turk që në vazhdimsi kujdesen për besimtarët, po edhe për xhamit në Shkup. E gjithandej, sipas fetajt, treguesi marrëdhënieve të mira mes dy vendeve është edhe ndërtimi i xhamisë së madhe në Shkup, të cilën kreu i BFI-s e cilësoi si bukuroshja e shtetit. Fetaj tha se ndërtimi i kësaj xhamie ka rëndësi të veçantë për besimtarët, po edhe për vetë Turqinë, sepse siç tha, për të njëjtën është angazhuar edhe vetë presidenti Recep Tayyip Erdogan. Por simboli më i madh i bashkëpunimit të Republikës së Turqisë, Dianetit dhe institucioneve të saj me vendin ton, me Bashkinë Islame të Maqedonisë, është ne veç ja kemi vënë emrin bukuroshja e shtetit ton, që quhet Xhamia e Madhe e Shkupit, e cila tash është e hapur për besimtarët dhe e kanë prit me një gëzim shumë të madh. Ndërkaq kreu i kryesisë së çështjeve fetare të Turqisë, Safi Arpaush, tha se për besimtarët nuk ka kufi, ndërsa kujtoi edhe thënien se besimtarët janë vëllezër. E rëndësishme sipas Arpaush është që përveç afërsisë fizike dhe shpirtërore, të përbashkëta ti kemi edhe mendimet, punët dhe projektet. Tha se është hera e parë që vjen në Shkup, por kujtoi se Turqia dhe Dianeti janë në shërbim të besimtarëve në të gjithë botën. Është hera e parë që vi në Shkup. Në fund të këtij muaji do të kemi edhe një mbledhje dhe një program këtu në Shkup dhe shpresoj që më pas do të takohemi edhe më shpesh. Ne jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Afrikë, Azi, Ballkan, Europë, ku ka musliman të punojmë, ku ka nevojë më së shumti. Ne u ndihmojmë edhe nxënësve edhe në vendlinjen e tyre, por kemi edhe bursa që nxënësit i marrin të studiojnë edhe në Turqi dhe i ndihmojmë në çdo aspekt. Ndryshe para se të vinte në Maqedoninë e Veriut, Arpaush vizitoi edhe Kosovën, ndërkaq kreu i Bashkisë Fetare Islame Shaqir Fetaj njoftoi se me iniciativë të Dianetit të Turqisë, samiti i Ballkanit të liderëve fetar do të zhvillohet në Shkup.